Ju paraqitët pothuajse të gjitha shifrat pozitive sa i takon rritjes ekonomike në vend. Folët edhe për vendimarrjen e bordit të transparencës. Unë doja të dija çfarë mekanizmash do të përdor Ministria apo edhe qeveria shqiptare për të mundësuar që këto çmimet e rritura të zbresin në nivelin përpara kësaj krize, sepse ndodh në përgjithësi që çmimet rriten dhe mbeten ato kuotë që janë rritur, dhe si do të mbroni kategoritë më të prekura, sikurse janë pensionistët apo familjet e tjera në nevojë. Faleminderit. Po, ti mbledhim të gjitha, më mirë veç e veç. Atëherë, sa i takon rikthimit të çmimeve në nivelet e parakrizës, siç e thash, ne kemi ngritur bordin e transparencës, në të cilin ne përcaktojmë çmimet ditore apo disa ditore në varësi të luhatjeve të bursës të karburanteve. Bordi i transparencës nuk ka një afat të përfundimit të aktivitetit, që do të thotë që ne do ta mbajmë bordin të ngritur derisa çmimet të stabilizohen në nivelet e parakrizës. Kjo është një garanci që ndryshe nga që ndodh në përgjithësi në momente kur rriten çmimet, kur çmimet rriten dhe pastaj qëndrojnë aty dhe nuk ulen më, edhe mbasi efektet që kanë ndikuar në rritjen e çmimeve janë zhdukur, ne do të kujdesemi që çmimet e karburanteve të rikthehen në nivelet e parakrizës. Sigurisht, nëse bursat do të rikthehen në nivelet e parakrizës, sepse neve nuk jemi një vend prodhues i karburanteve, por jemi një vend importues i karburanteve. Dhe kjo është arsyeja pse jemi të ndikuar, pra çmimet janë të ndikuara nga konjunkturat ndërkombëtare të çmimeve. Për sa i përket ndërhyrjeve në suportin e shtresave në nevojë, unë dua të ritheksoj, kam thënë dhe më parë që karburantet në shportën e konsumit kanë një peshë prej 2% dhe bëhet fjalë për peshën e një familjeje mesatare shqiptare dhe jo për peshën që këto produkte kanë në familjet të shtresave në nevojë apo mbi të gjitha në pensionet. Ndaj, ne kemi gjykuar edhe gjatë krizës së kaluar që në fakt për pensionistët apo edhe për shtresat në nevojë, çmimi më i ndjeshëm është energjia elektrike, pasi ai përdorin energjinë elektrike për ngrohje, për ftoje, dhe sigurisht ushqimet dhe shporta baze ushqimeve.